E kisha një lloj parandjenje që sot do ta kesh këtë momentin për ta sfiduar, sidomos zotin Bajqinovci, por pse jo, dhe zotin Rexhaj, apo jo? Po Bajqinovci me votat që i ka marrë, e ka një komoditet të garantuar që mund të kandidet edhe për kryetar të Prishtinës dhe mundet me siguru votat më bo kryetari i Prishtinës, me nshu një vend në parlamentin e Kosovës, me nshu kush është më radh aty, me u kthye zoti Konjufca si kryetari i kuvendit, me kriju edhe një stabilitet në kuvendin e Kosovës. E pas ke gjithë formulën të. Dhe mos me pas një ngërç me vazhdu, është nesër e 6-ta ditë e seancave e radhës që po pritet mu zgjedh një kryetari i kuvendit, por shumicë nuk ka në parlamentin e Kosovës, kështu që ka met. E zgjidhja vetme është Bajqinovci kandidat për Prishtinën, Glauku që po flitet që do të jetë kandidat për Prishtinën, të rikthehet në karrikën ku ka qenë për 4 vjet më radhë. Me qëndro me neve tani se e di që do të duhet ta shpërndash në YouTube, përndryshe jemi direkt në YouTube, sapo e bëjmë shpërndarjen. Ama këtë formulën e Sadikut nuk e di nëse e pranon si një rrugë dalje, rrugë zgjidhje në dy drejtime, konstituimi i kuvendit edhe për çështjen e kandidatit. Zgjidhja vetme që e kemi njerin këtu në studio që mendoj që ne Sadiku e din që duhet zgjidhet kryetari i kuvendit, zonja Albulena Axhi është zonja më e votuar sa i përket gjinisë femërore në lëvizjen vetëvendose dhe unë besoj që ashtu qysh kanë me i kërku që të votohen kandidatët në kryetarët e kuvendeve e që ne nuk mund të imponojmë partive tjera politike, edhe ata duhet që të mos ketë imponim që të zgjidhet kryetari i kuvendit nga lëvizja vetëvendose në këtë rast Albulena Axhiu. Po këtë pjesën tjetër e eskivova. Ja, unë nuk mendoj. Pjesën e Prishtinës e eskivova. Unë eskivoj sepse nuk jemi duke diskutuar për çështjen e nivelit komunal. Ajo është afër sa ka mbledhur se po flitet që shkuat zgjedhjet dy palç apo jo? Si alternativë. Jo, nuk besoj. Zoti Bajqinovci, 6 muaj nga sot janë zgjedhjet. Është zgjidhja e problemit. Zgjidhja e problemit është nëse nesër votohet zonja Albulena Axhiu dhe e shkojmë direkt në zgjedhjen e qeverisë pastaj. Po zonja Albulena Axhiu nuk i ka votat e mjaftueshme. Është sfidu 3 herë, ka marrë ka 57 vota. Po, por është korrekte zoti Sadik që ashtu qysh opozita po i kërkon akteret e tyre në këtë rast në kryetarët që ne nuk mund të interferojmë. Secili PDK-ja e dërgon të vetin, LDK-ja dërgon të vetin. Po këtë e kuptuam. Dhe ne po ashtu e dërgojmë kandidatin ton të cilën e kemi. Kush e zgjedh kryetarin e kuvendit? Partia? Partia, deputet. Po në kryetar nuk mund të zgjidhen. Po zoti Sadek as në kryetar nuk mund të zgjidhen nëse nuk në kryetar janë dytit. Dura vetëm pak Sadek, dura vetëm pak se vazhdojmë